Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do flasim për sport dhe për sportin më gjerë se në Shkodër dhe në Shqipëri, siç ne jemi mësuar të flasim. Do flasim për kickboxing në Kosovë. Dhe për të folur për të, kam të ftuar Fatmir Makolli. Mirëmëngjesi nderuar, faleminderit që je me mua sot në studio. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Jam i nderuar që jam në redaksionin e juaj sot dhe për realizimin e kësaj interviste. Si kryetari i kickboxit në Kosovë, unë dua të di më shumë nga ti si funksionon ky sport në Kosovë. Më thon drejtën, unë fillimisht kam filluar me ushtru karate dhe kam qenë në shumë vite me karate dhe pastaj kam filluar me kickbox dhe besoj tashti kam qenë edhe sportist edhe kickboxer kam qenë edhe në karate, kam qenë karateist, tashti jam momentalisht kryetari i Federatës të Kickboxit Kosovës dhe mundohem e kemi bordin e federatës, mundohemi që fëmijëve tanë, garuzëve tonë që të na përfaqësojnë sa më mirë dhe sa më dinjësisht në arenën ndërkombëtare. Kjo është një gjë shumë e bukur dhe shumë e veçantë. Si paraqitet Kosova në këtë sport në arenën ndërkombëtare? Më thon drejtën, na gjithmonë na shqiptarët kena bron për sportet luftarake. Ma mërmenja gjithë kombina, kena potencial për me konë sportistat mirë dhe kickboxi besoj që edhe në arenën ndërkombëtare, edhe në diasporë ka sportista mirë shqiptarë, ka edhe në Shqipëri, gjitha truhet shqiptare ka garus mirë dhe kickboxerat mirë. Patjetër që po, dhe jemi krenar për çdo lloj sporti që zhvillohet në Kosovë dhe në Shqipëri. Po lidhja mes këtyre dy shteteve, në lidhje me sportet, a ka një lidhje ose një bashkëpunim mes të dyja? Më thon drejtën, unë bashkëpunoj me Federatën e Kickboxit dhe Thai-boxit të Shqipërisë, kam kontakte me presidentin e Federatës të Kickboxit të Shqipërisë, Arbiz Vjerdha, po ka dhe këtë garus të mirë. Këtë vit jena takuar në Abu Dhabi në Dubai, ku kanë qenë edhe garus të Shqipërisë edhe të Kosovës. Më thon drejtën, unë në shpirt unë jam gjithmonë për bashkim kombëtar dhe gjithmonë kam shpirt me kom bashkë një ditë. Me qenë një shtet, po më duket ajo nuk varet prej neve, po besoj që talmën do të realizohet kjo ëndër e çdo shqiptarit më mërmenja. Po, sigurisht që ëndër e çdo shqiptari dhe çdo bashkëpunim patjetër që është shumë i bukur, edhe kur bëhet fjalë për sport, sepse sporti është ajo që më së shumti përveç gjuhës na bashkon. Si e mendon ti këtë pjesë? Mund të bashkoj sporti i kickboxit dy shtetet? Po, më mërmenja që sporti do të me konë urë lidhë, se sporti dihet që e ka më thonë drejten për me konë me njofë shumë njerëz, me kontaktu me shumë njerëz, dhe sidomos me shqiptarë është mirë dhe është knasimi me pas kontakte, se na mujna me pas shumë sportistat mirë me bashkëpunue. Me majtë, bile une jam me thonë drejten për me majtë një kampionat në barë kombëtar, gjithmonë një kampionat me qujtë barë kombëtar dhe s'ka të keqe me konë dhe të bashkum. Është mirë mi shkëmbyë, i do të Shqipënisë një garus i mirë, një trajner i mirë, me orë Shqipëri, ka Shqipëria në ekspert mirë me prunë Kosovë, na me bashkëpunu dhe besojnë këto me konë si urlidhëse. Të jetë si urlidhëse dhe të them ato politikat që ne nuk kemi një shtet, sepse realisht ne kemi një gjuhë dhe jemi një kombë. Ndoshta kjo mund të shërbej për secilin prej nesh. Po unë më duket që këtë ka që bashkëpunojnë dy federatat bashkë, më duket kjo federata e basketbollit e ka një farë shkëmbimi. Po, edhe handbollit. Edhe është kjo mirë, është mirë me marrë na mësime pe këtyne federata dhe mu bashku edhe me këto federata tjera si mota që janë. Po. Është shembull në Shkodër Federata e handbollit, që ka një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Kosovën dhe mbahet si një shembull që bashkëpunojnë vazhdimisht dhe janë diçka shumë pozitive për secilin prej nesh dhe shpresojmë dhe urojmë që edhe për kickboxing të jetë një njëjta gjë. Dua të nisim pak me ty, personalisht, se si e ke nisur ti e përmende pak në fillim, po ndoshta diçka më të detajuar. Më thonë të drejtën, unë kom fillu shumë si fëmijë, kom fillu me stërvit karate, unë e kom pas trejnerën e parë dhe hapat e parë që i kom mësu e kom pas vëllën tem, tash është i ndjerë, për cilit Gjevat Makolli, cili i kom marrë hapat e pitina dhe
kom servit, mi thonë dikujna që 50 vite mirëna me sport, kjo është diçka shumë, më duket si kohë e gjatë dhe e kom pas rrugtimin që ashtu që është shumë i gjatë, se unë nuk jam hi në sport për stazat shkurta, unë jam hi për staza ma gjata, për maraton dhe besoj unë kom pas nderin dhe kënaqësinë që unë kam qenë shumë herë kampion i Kosovës në karate. Kom qenë 2 herë sportist i vitit i Kosovës, kom qenë ndër 10 sportistat të shekullit dhe besoj këto suksese nuk i kom arrit pa punë. Po me ndjerës edhe me shumë punë dhe dihet që në Kosovë na kena pas pengesa na në vitin 1991 ka filluar dhe pavarësu sporti për regjimit të Serbisë, na i na konë në kopim dhe na i kena majtë sportin paralel dhe ka qenë një sakrificë e madhe, sidomos më mirë me sportet luftarake, se njerëz të Serbinë ka penguar më marrë me sportet luftarake, se e kanë ditë që në ditë do të linë në ushtri dhe do të bëhet dhe sportista do të kyçen në për ushtri dhe për çata ka qenë edhe kanë problem më mirë me sport, se ata të kanë pa që i kanë përcjell njerëzit që kush mirët me sport ç'a bojnë. Po ashtu kom pas nderën dhe kënaqësinë, kom qenë shumë ngjarje historike të sportit të Kosovës. Unë kom qenë nën kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës. Kom qenë me fat dhe jam konë nderuar që kom qenë pjesëmarrës kur është pranuar Komiteti Olimpik i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Kjo ka qenë një ngjarje shumë historike, u mbajt në Monaco ku pranoi Komiteti Olimpik i Kosovës. Aty ju kanë hapë rrugë sportit Kosovës dhe federata, gjitha federata ju kanë hapë rrugë, se mos kanë mujtë me pengu se kur të pranon Komiteti Olimpik, dihet që dhe federata tjera i kanë rrugët e hapura dhe ka qenë kjo një ngjarje shumë historike. Tashte për asaj ngjarjes historike kemi shkuar në Rio, në lojrat olimpike, ku edhe atje kena pjesëmarrja e parë ka qenë ajo zyrtare. Edhe ajo ka qenë besoj që ngjarje historike dhe dihet që kena pasur sukses Majlinda Kelmendi që ka fituar medalën e artë. Dhe kjo ma merr mendja që këtë ngjarje nuk përsëritet dhe nuk bëhen 2 herë. Kom qenë nderuar, unë jam krenar që kom mujt diçka me lanë në gjuhën, diçka në sportin e Kosovës dhe për kombin, për shqiptarët në përgjithësi që kom mujt me kontribu diçka. Diçka shumë e bukur. Ti the që ishte kohë e vështirë sepse vetë lufta, vetë Serbia, çdo gjë bënte edhe më të vështirë luftën për të arritur diçka ose për të ecur mirë me sportin dhe me çdo gjë. Atëherë ishte luftë dhe koha ishte shumë e vështirë për të gjithë ju dhe ne. Por sot, a kanë të njëjtën ambicie të rinjt për të ecur përpara, sepse rrugët tashmë janë të hapura, sportistët si ju i mbështesin, po ambicia tyre, a ka ardhur duke u dobësuar? Më thonë drejtën, kur kom qenë në sportist, ka qenë konkurenca me e madhe, ka pas ma shumë masovitet, kena pas një farë vullneti ma të madhë, tashti po besoj edhe këto rrjetet sociale shumë e kanë zbje sportin, po ma mërmenja, jo veç për sportin e kickboxit, po në përgjithësi për këtë sportin, edhe e kësha pas një farë një apel për rinin tonë që të mirën sa ma shumë me sportet, nuk pa thëmë, veç me kickbox më mirë, po pa marrë parasysh me një sport më mirë edhe besoj që largon për rrjetet sociale, bile një orë gjysmë në ditët mja kushtu vete dhe besoj që kjo kish me qenë shumë mirë dhe dihet që sportisti kur të shkon në stërvitje një orë gjysmë, aty e delë ndjersën dhe besoj që sportistat janë njerëzit ma pozitiv, ma mërmenja në shoqërinë. Pa tjetër që po. Dhe vetë rezultati tyre në shoqëri, por edhe në pjesën fizike dhe mendore, kur merren me sport, është i dukshëm. Po, normal që është edhe më i shëndetshëm, është njeriu është edhe më i shëndetshëm. Unë tash di pak sipas statistikave, edhe shumë vajza po mirën nëpër botë, nëpër Evropë me kickbox, është sport atraktiv, nuk është sport i lehtë. Po na kena edhe disiplina tjera në kuadër të federatës, që janë atleta për fëmijë, për mosha ma të reja dhe besoj që dihet që kickboxing në përbot, në për Evropë, ka shmëri shumë të madhe dhe besoj që kjo do të jetë shumë sport atraktiv në talmën edhe është, momentalisht është. Është momentalisht sport atraktiv.
edhe në Shqipëri, po ashtu edhe në Kosovë dhe vlerësohet shumë si sport dhe sakrifica e secilit për ju, sepse është një sport i vështirë dhe patjetër duhet të vlerësohet. A mendon se po vlerësohet mjaftueshëm sot? Ti the që ka ndryshuar, po vlerësohet, por në gradën që duhet ta vlerësojmë. Si e shikon ti? A duhet të ketë pak më shumë vlerësim sportistat në përgjithësi, jo në kickbox? Unë edhe këtë nuk moj pa përmen, kur kom qenë në sportist, kemi ushtru në për dhesa, në tokë, në përpodrume, kena ushtru se ne atër na i ka okupue edhe salat, s'kena pos ku me stërvit, aja ka qenë, s'kena pos kushte na. Na vullneti jonë, kena mundu me bo diçka për shtet. Edhe atër ka qenë koha me keqe, tash koha është me e mirë, tash nuk i kanë këtë problem. Kësha qenë në kohën tash që janë të rritë, unë kësha stërvit të rrën ditet. Edhe besoj që kur stërvesh të rrën ditet, edhe nuk mungojnë rezultate dhe sukseset. E këta të rinia jonë, këta tash kushtet i kanë, unë po flasë për Kosovë, Federata e Kickboxit Kosovës e ka përkrajen për Ministri Sportit, e ka për i shtetit, besoj që unë nuk zdia më lidhë, po lidhna, unë nuk është para 10 dite presidentja e Kosovës më ka dekoru edhe me menjoje për që kom sakrifikue, që jam mirë me sport, që i këna bo sport dhe jam inderum, kom qenë inderum që jam inderu me menjoje dhe besoj që kjo pa punë nuk arrihet, pa tjetër. S'kesh arrit edhe kjo sukses dhe besoj që për mu kjo ka qenë ndërë dhe në krenarie madhe. Shteti Kosovës dhe presidentja Vjosa Osmani që ti e përmënde janë shumë pro dhe mbështetës të sportit. Të paktën kjo vihet re edhe në Shqipëri dhe në vendin tonë janë shumë mbështetës, duke u dekoruar me mirënjohje, me certifikata, që janë një vlerësim dhe suport i madh për çdo sportist. Sa ndikon kjo te një sportist, vlerësimi që jepet nga shteti ose suporti i tyre? Tashti është normal që Ministria e Sportit i mbështet, pezom fiton një medalje olimpike, ki shpërblimin 100.000 euro, e ka në Kosovë, ka shpërblimin sportisti, ka ato stimulojnë shteti, stimulojnë dhe besoj që kjo është ju jep edhe koraja sportista dhe për ata dhe tashti është interesimi edhe maj madhi sportet dhe edhe presidentja gjithashtu. Dhe besoj që na jemi shqiptarë, na gjdo suksesit, gjdo shqiptarit na i gëzomi. Pa marë parasysh ku është taj shqiptar, ku gjindet, ku jetan. Dhe për që ata dhe tashti është mirë që ligjën e kem të mirë në Kosovë për sportin dhe besoj që edhe në Shqipëri edhe këta do të mu bashku edhe do të mi po qysh përnohet edhe qysh janë rregulloret për me shpërblyer sportistat në Talmën. Patjetër që po. Tek të rinjt, a mendon se ndikon pak kjo pjesa e shpërblimit, kur e shohin që ju dekoroheni dhe merrni çmime dhe ka shpërblime të majme, siç ti e përmende? Unë më thon drejtën e kisha falenderuar edhe njerë presidenten. Patjetër, falenderojmë shumë. E kisha falenderuar familjen time që më ka përkrahur në këtë rrugë të gjatë, se mund më ndodh atëherë ka qenë pak problem më mirë edhe po ceka dhe më herë që ka më mirë me sport që nuk o ditë ku përfundon mbrëmje. Edhe besoj që është shumë e rrezikshme. Këta tri tonë, këto probleme si kanë dhe këta duhet me stërvit dhe është nder dhe thojnë, nuk thojnë rastësisht që sportisti është ambasadori i shtetit. I shtetit, ambasadori më i mirë i shtetit. Edhe na me desh, na brom kem talenta shumë të mëdha dhe mujna me arrit. Patjetër që po. Ti përmende familjen dhe the që të kanë mbështetur dhe është një suport shumë i madh i joti. Po një person i rëndësishëm, i veçantë, mund ta specifikosh një që ja dedikon fitoret, medaljet, sakrificën që ti ke bërë për sportin? Unë sporti ja dedikoj vllaut tim, ndjer. Falatina, unë jam ky sot që jam dhe e kam, më të thonë drejtën, si gjithmonë e kam përpara dhe unë e krenohen a që kam pas edhe vlla, se nuk deshta me folë ma fel, po edhe ja dedikoj edhe shtetit tim. Shtetit tënd, sa bukur. Shtetit Kosovës apo Shqipërisë, sepse gjithë kombit. Është gjithë kombit. Kjo është edhe më e bukur. Për mua është interesant, unë pecek edhe kështu. Unë jam për çdo ekip që është një përfaqësues i
shqiptar që luajnë, Shqiptarisë. pa marrë parasysh a luajnë futboll, a luajnë basketboll, unë jam për çat ekip për hir të Kombit shqiptarit që është aty. Për hir të shqiptarit që është aty dhe për hir të sakrificës Po. ndër vite që kemi bërë si kombë dhe që shpresojmë si që cekëm dhe më përpara që të kemi një bashkim të paktën nga ana sportive. Inshallah na bashkohem, besoj kishte me qenë më mirë. Patjetër. Unë e shikoj sepse ti ke një lidhje shumë të veçantë kur flet për Shqipërinë. Cila është kjo lidhje mes teje dhe Shqipërisë? Përveç se jemi një kombë, kemi një gjuhë, kemi një kulturë, jemi një, por lidhja e shikoj që ti emocionohesh në momentet kur flet për këto lidhje. Më thonë drejtën, këto emocione këto i kom marrë pe familjes time. Se familjen e kom pas gjithmonë nacionaliste, e kom pas të papërshtatshëm për regjimin e Serbisë, dhe aty i kom mësuar si i vogël, si fëmijë, i kom mësuar çka është shqiptari, çka është kombi, dhe i kom dëgjuar, nuk di këtë, ajo thonë oda, na kena pas odë dhe aty dhoma aty e burrave i kena pas, edhe aty i kom dëgju se na kemi qenë si familje të përsekutuar pe Serbisë dhe nuk po du me i pak ma fell kështë, edhe pe familjes e kom marrë kështë, e kam atëfar ndjenën e patriotizmit në shpirë. Sa bukur. Në fund, për ta mbyllur, dua këtë mëngjes një thirrje nga ti për të gjithë të rinjt që të merren sa më shumë me sport. Unë i kisha propozues të rive që t'i lojnë rrjetet sociale sa më shumë dhe dhe të mirën me sport, se sporti është armëria e jonë dhe sportisti është njeriu më i mirë dhe më pozitiv që ekziston. Një thirrje shumë e bukur, të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi për mua që ishe me mua këtë mëngjes në studion e Info Plus. Faleminderit shumë faleminderit për ju. Faleminderit dhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këto momente. Takimi radhës së bashku nesër në Info Plus.